ai lindës më ia dhon medaljen ku me ditë çfarë histori, background kriminal ka ai personi që ja ka dhënë medaljen, mu nuk më intereson. Edhe ke reagu Edhe pse ai nuk është. Khamenei. Edhe pse nuk është. Ke reagu dhe thëna kur është vrarë? Për Imam Khamenei nuk kam reagu, se thënë kur të djeg qumshti i fryn edhe kosit. Prandaj vetëm e kom dhënë një deklaratë ngushëllimi, kur gjë tjetër. Kur gjë tjetër, se po e shoh që ky populli janë moderniteti, modernizmi ka ndiku shumë keq në paragjykime, në gënjeshtrat, fillojnë mos mi besu gënjeshtrat. Dhe çiko tash, po tham, jo për juve, po ju e keni një emision ma të veçantë, mundi me thonë, aty për aty e bani diçka, edhe thirrni njerëz intelektual, doktor, profesor. Po bre, po na rrogën kaner. Njerëzi që janë përpilues të kushtetutës, Kadri Kryeziu ka qenë, po profesore, të nderuarin, madje me një postim timin e kam dhënë në një deklaratë se ai nuk e ka pas për atë islamin. Po veç kur jemi te deklaratat i këbollët që unë spajtuna me ty, ke thonë që Edi Rama e ka vendin burg të Hashim Thaçi. Unë besoj në pafajësinë e Hashim Thaçit. Ju a besoni? Shiko, unë aty kam bo një gabim aty për aty, kërkoj falje prej të gjithve, mirë po nuk kërkoj falje prej atyve që mi kanë shkurtu pjesët e mija, sepse unë e kom thënë... Dhe më të kanë zirë për kontekstin. Po, ma kanë zirë. Unë e kom thënë nuk ja dëshiroj askujve burgun, qofte dhe armikut tim, plus vllau tem Hashim Thaçit, të cilit ja kom dhënë votën gjithmonë. Mirë, po ato e kanë hekat pjesën pozitive, por prap thëmë që Edi Rama e ka vendin burg, jo të Hashim Thaçi, e Hashim Thaçi e ka vendin Kosovë, e të kthehet sa ma shpejt. Më bre, se edhe Edi në shtave që në vëzu, tash ta hekin në ngratas. E po tash populli vendos. Nuk është i keq as Edi Rama. Për mu është... Tash Shqipëria po na hem bëj. Letë hinë për mu flasin argumentet e popullit, fjala e popullit. Për mu... Edi ko merita, nëse Shqipëria hem bëj. Me qenë, po për mu duhet njerit mja vlerësu të mirat, çka i ka bo, si Hashim Thaçit, si Albinit, si kryeministit Edi Rama, si të gjithë kanë pse Albini përmend shpesh Madje zoti thot, ndonjëherë edhe këta që janë udhëheqës jam mbulojt metat e këqija. E vërtet. Pse Albini në dati ma shumë? Edhe nëse ka bo diçka që nuk besoj, Hashim Thaçi, ka mënyra që na shqiptar, tradita jonë, kanuni jonë, e ka një kri, një bujari, që ka mënyra që me nëzër Hashim Thaçin dhe krerët e UÇK-s edhe me i pru në Kosovën tonë. Se ata kanë dhënë shumë për vendin tonë. Pikë pyetjes i këbollja. Unë e di që e mbrojnë edhe mbështet Albin Kurtin, të kom pa unë. Po e mbroj edhe unë i kom thënë që për mu Albin Kurti ka disa karakteristika të Imam Aliut, po nuk i përngjan Imam Aliut. Fizikisht, po karakteristika. Fizikisht, as me bindje, unë nuk di a beson Zot Albin Kurti. As që më intereson, sepse neve nasi besimtar, na nuk kemi të mundësim, nuk kemi të drejt me paragjyku, por nasi besimtar, na mundemi me jetu me një shtet, i cili është ka drejtësi, edhe nëse janë pa besimtar, krerët e tyre. Edhe me qenë pa besimtar, Albini apo nesër mas nesër shkoj dikun në Gjermani edhe du me jetu me një shtet që cili është i krishter, por nëse ka drejtësi, na si muslimon, na ma mirë aty jetojmë, se sa me shku në Siri, me një ose në Iran, ose në Arabi, me një kryetari cili falë 5 vakte namaz, mirë po, nuk ka drejtësi të populli vetë. Prandaj unë e admiroj Albin Kurtin, derisa unë nuk jam apolitik, nuk janë edhe mrenda në politik, në vetëvendosje nuk jam, veç kanë qenë... E po qka prit, se du më dërprit. Qka nëse Albin Kurti për shembull ty e tash për presidente, sikur që e ka shpoll dhe më thonë ka dosht me bon presidente zonjën Ferit Dervishiti, një zonë derume, qka për shembull nëse thujnë që i këbolle më bo, kandidatë për president, a kështë pranu? Po unë jam mbi politikën, unë kam qef kështu. Po qëtë, për shambull, vetëvendosja thot, na e kena kandidatën tënë, të një bodë. Jo, nuk e kisha pranu. Pse? Nuk e kisha pranu, sepse ka përgjithësi.
Unë e thashë jam bipolitiken, sepse duhet me ditë me rejtë. Duhet me ditë me manipulu. Ne, nazdim. Une jam qasi tip, se ndoshta ka njerëzi që ki në deputete. Jo, shikot, ki deputete me shami e majnë vetë si për kukull, që është 4-5 mandate i ka fitu, njerë ka qenë me partinë e drejtësis, kur gjosë unë banën me partinë e drejtësis, asë mësim besimin, asë shamin në për shkolla, tash ka dalë me vetë vendosin që 8 mandate, Pse për përmen Shamini me? Mandate i ka marë, edhe është deputete mërë, po një deklarat se kom dëgju, edhe mundi mja thanë emrin, Labinote Murtezi. Një deklarat për 20 vjetë.